Përshëndetje miq, mirë se vini përsëri në kanalin Mëso Anglisht Falas. Sot do të vazhdojmë të mësojmë disa folje të rëndësishme në gjuhën angleze dhe një ndër foljet kryesore që do të mësojmë është folja shkoj ose në gjuhën angleze to go. Pa humbur kohë, fillojmë dhe shohim me kujdes zgjedhimin e kësaj folje në gjuhën angleze. Fillojmë së pari me vetën e parë njëjës. Pra, unë shkoj. Në anglisht për unë shkoj, ti mund të thuash I go. I go. I go. I go. Dhe shohim disa shembuj së bashku. Kemi këtu fjalinë e parë, unë po shkoj në shtëpi, dhe në anglisht mund të thuash I'm going home. I'm going home. I'm going home. Unë shkoj në krevat. I go to bed. I go to bed. I go to bed. Dhe shembulli i tretë, I go to work. I go to work. I go to work. Shohim tani vetën e dytë njëjës ti shkon. You go. You go. You go. Edhe kemi këtu disa shembuj. Për shembull, ti shkon në dyqan. You go to the store. You go to the store. You go to the store. You go to the gym. You go to the gym. Dhe shembulli i tretë, ti shkon në qytet. You go to the city. You go to the city. You go to the city. Shohim tani vetën e tretë njëjës për gjinin femërore, pra ajo shkon. Në anglisht mund të thuash she goes. She goes. She goes. Për shembull, ajo shkon në plazh. She goes to the beach. She goes to the beach. Ajo shkon në aeroport. She goes to the airport. She goes to the airport. Dhe shembulli i tretë, she goes outside. She goes outside. Dhe më pas kemi gjinin mashkullore, pra ai shkon. He goes. He goes. Për shembull, ai shkon në shtëpi, në anglisht mund të thuash he goes home. He goes home. He goes home. Ose ai shkon në zyrë. He goes to the office. He goes to the office. Dhe shembulli i tretë, he goes to the shop.
He goes to the shop. Dhe më pas tani shohim shumësin, pra veten e parë shumës, ne shkojmë, në anglisht mund të thuash we go. We go. Për shembull, ne shkojmë në supermarket. We go to the supermarket. We go to the supermarket. We go to the supermarket. Ose, or, ne shkojmë në muze. We go to the museum. We go to the museum. We go to the museum. Dhe shembulli i tretë, ne shkojmë në zyrë. We go to the office. We go to the office. Më pas kemi ju shkoni. Në anglisht mund të thuash you go. You go. You go. Pra e njëjta formë si veta e parë njëjës. Dhe kemi këtu disa shembull, për shembull, ju shkoni bashkë në fshat, në anglisht mund të thuash you go together to the village. You go together to the village. You go together to the village. Shembulli i dytë, ju shkoni brenda. You go inside. You go inside. You go inside. Dhe shembulli i tretë, you go there. You go there. You go there. Dhe së fundmi, shohim veten e tretë shumës, pra ata dhe ato shkojnë. Mos harro që në anglisht ne për veten e tretë shumës nuk kemi gjini. Pra forma they në anglisht mund të përdoret për të dyja gjinit. Nuk ka rëndësi nëse është gjinia mashkullore apo gjinia femërore, forma they do të përdoret për të dyja gjinit. Ndërsa në shqip kemi dy forma. Formën ata, e cila përdoret për formën mashkullore, dhe forma ato, e cila përdoret për formën femërore. Pra, në anglisht për ata ato shkojnë, do të thuash they go. They go. They go. Për shembull, ata shkojnë bashk. They go together. They go together. They go together. Shembulli i dytë, ata shkojnë herët. Këtu mund të thuash they go early. They go early. They go early. Dhe shembulli i fundit, ata shkojnë vonë. They go late. They go late. Pra, ky ishte zgjedhimi i plot i foljes shkoj ose to go në gjuhën angleze. Shpresoj që mësimi të ketë qenë i vlefshëm dhe tani
të jesh gati për ta përdorur këtë folje në fjalorin e përditshëm. Faleminderit që ishit këtu dhe shihemi në videon e radhës. Goodbye.